O hoxh, jam 17 vjeç, a bo me agjëru, apo duhet me prit, thot 18. Ka njerëz që presin edhe ditën e gjykimit, në fakt. Po, unë ty të këshilloj që me reflektu. Agjërimi është detyrë për çdo njeri që e ka arrit moshën e pubertetit. Është i sakt, mendërisht dhe fizikisht, është në vendin e tij dhe nuk është në udhtim. Kështu që unë të këshilloj me i agjëru të paktën këto ditë që kanë mbetë Ramazanit. Agjërimi është një prej shtyllave të Islamit, prej 5 shtyllave të Islamit. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an me agjëru. Profeti alayhis salam ka porosit në hadithet e tij. Dhe ne duhet me agjëru muajin e Ramazanit. Ka mirësi të mëdha. Agjëruesi e ka një lutje të pranuar, Zoti i gjithësisë liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Agjërimi bëhet shkak me ndërmjetësu pra ditën e gjykimit për me hyrë njeriu në xhenet. Në xhenet është një derë e cila quhet Ar-Rayyan, prej saj hyjnë agjëruesit dhe kur pra hyjnë që të gjithë, nuk hyjnë askush tjetër përveç tyre prej kësaj dere në xhenet. Kështu që unë të këshilloj që me reflektu.